Pas dështimit të seancës për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Xhelal Zveçla ka adresuar kritika të ashpra ndaj opozitës, duke akuzuar atë për bllokimin e procesit. Në një deklaratë të shkurtër për mediat, derisa po largohej nga kuvendi, Zveçla u shpreh se opozita nuk do të ketë mundësi tjetër veç se të dorëzohet. Vonim ka, s'ka shpëtim, s'kan çare pa u dorëzu, tha Zveçla. Pavarësisht qëndrimit të ashpër ndaj opozitës, partia e tij nuk I kishte votat e nevojshme për ta zgjedhur Albulena Haxhiun në pozitën e kryetares së kuvendit. Në 2 votime të mbajtura, Haxhiu mori vetëm nga 57 vota, 4 më pak se numri minimal I kërkuar për 61. Zveçla bëri të ditur gjithashtu se do të ripropozohet emri Albulena Haxhiut për këtë pozitë, duke treguar se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka ndërmend të ndryshojë kandidaten. Deputetët e Kuvendit të Kosovës dështuan për herë të dytë që të zgjidhin Albulena Haxhiun nga Lëvizja Vetëvendosje në postin e kryetares. Në votimin e dytë, Haxhiu mori 57 vota, 19 kundër dhe 3 abstenime. Propozimi nuk kaloi dhe kryesuesi Avni Dehari ndërpreu seancën për 48 orë. Pra I radhës do të mbahet ditën e hënë në orën 15. Glau Konjufca I Lëvizjes Vetëvendosje propozoi që të votohet Albulena Haxhiu për postin e kryeparlamentares pas dështimit në tentativën e parë. Ju luz të mbështetni këtë propozim sepse vetëm kështu nuk bllokoni konstituimin, tha Konjufca, duke theksuar se vetëm partisë fituese të zgjedhjeve, në këtë rast Lëvizjes Vetëvendosje, I takon propozimi I kryeparlamentarit. Megjithatë, ajo dështoi. Por si u votua? Pro zgjedhjes së Haxhiut si kryeparlamentare votoi Nenad Rashish, partia e së cilit ka siguruar një nga 10 ulëse që u takojnë përfaqësuesve të komunitetit serb. Haxhiun e votuan të gjithë deputetët e pakicave jo serbe, përveç Duda Baljes dhe Veton Berishës. Ndërkohë, PDK-ja, lista serbe dhe disa deputetë të AK-s morën pjesë në votim. Kreu I AK-s Ramush Haradinaj e lëshoi sallën para se të niste votimi, pasi dështoi zgjedhja e Haxhiut si kryeparlamentare. Seanca mori një pauzë e më pas u votua për së dyti. Ndërkohë, kryetari I Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka reaguar pas seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës, ku dështoi zgjedhja kryetare së re Albulena Haxhiu. Në një postim të bërë menjëherë pas zhvillimeve në kuvend, Abdigjiku përgëzoi deputetët e LDK-s për qëndrimin e tyre, duke thënë deputetëve të betuar të LDK-s dalshin faqebardh, urime dhe të gjithë deputetëve të betuar të Kuvendit të Kosovës. Ai shtoi se seanca e sotme ka bërë të qarta arsyet e bllokadës institucionale që sipas tij kanë zgjatur deri tani. Perdet sotëran, numra tupan, metodë dhe arsyet e bllokimit institucional deri tash, shkroi Abdigjiku. Kreu I LDK-s theksoi se pas dorëheqjeve verbale të pranuara nga Komisioni Verifikues dhe krijimit të rrethanave të reja, është rekomanduar verifikimi I mandateve të reja, ndërsa ritheksoi përkushtimin e partisë së tij për të mbrojtur rendin kushtetues. LDK do të vazhdojë të kujdestarojë dhe mbrojë kushtetutën para betimit e pas betimit si sjellje, si besim. Në fund të reagimit të tij, Abdigjiku lut për vendin dhe qytetarët. Zoti e bekoft Kosovën dhe popullin ton, ka shkruar ai në rrjetet sociale menjëherë pas dështimit të dytë të votimit si kryeparlamentare të Albulena Haxhiut. Nova Demokratska stranka, një deputet. Za slobodu, pravdu I opstanak, një deputet. Koalicija Vakat, një deputet. Partia Liberale Egjiptiane, një deputet. Social-Demokratska Unia, SDU, një deputet.